13 persona janë lënduar si pasojë një zjarri që ka përfshirë një banesë në qytetin e Pejës. Policia e Kosovës ka dhënë detaje ku kanë thënë se ngjarja është raportuar se ka ndodhur rreth orës 5:40 në rrugën Bill Clinton në katin e tretë të ndërtesës së Rrokaqiellit në Pejë. Zëdhënësi i policisë së Pejës Fadil Gashi tha se në vendngjarje ka dalë policia zjarrpekësit dhe ekipi mjekësor, ndërsa disa banor janë evakuar për shkak të tymit që ka depërtuar në katët të sepërme. Nga ana tjetër, detaje kanë dhënë edhe nga Spitali i Pejës. Në një njoftim për media kanë bërë të ditur se gjatë ditës së sotme në spitalin e përgjithshëm në Pejë janë pranuar 13 pacient me probleme në frymëmarrje, siç dyshohet të shkaktuar nga tymi i një zjarrit të ndodhur në një banesë në qytet. Sipas njoftimit, 7 pacient po trajtohen në repartin e pediatrisë, ndërsa 6 pacient të tjerë në emergjencën e spitalit. Pas trajtimit të nevojshëm mjekësor, gjendja e të pacientëve është stabile, nën monitorim dhe jashtë rrezikut për jetë dhe pritet që të lirohen. Detaje për rastin kanë dhënë edhe nga Prokuria Themelore në Pejë. Zëdhënësi i kësaj prokurie Shkodranik që ka bërë të ditur për Gazetën Nacionale se ka dëme të mëdha materiale, si edhe dëmi ka përfshirë edhe banesat e tjera. Sipas Nikçit, zëvendës kryeprokuroria ka dalë në vendin e ngjarjes.